Shikues të mëse në përshëndetje mirë se erdhët në edicionin e ekonomisë. Mos realizimi i shpenzimeve buxhetore apo planeve të investimeve po kthehet tashmë në një trend. Qeveria qendrore është aq prapa me shpenzimet sa i duhet të kryej rreth 2.5 miliard euro shpenzime në këta 2 muaj të mbetur të vitit, por edhe më keq duket se paraqitet situata e qeverisë qendrore në mënyrë të veçantë e Bashkisë së Kryeqytetit. Do të përpiqemi të kuptojmë se çfarë i pengon institucionet të kryejnë shpenzimet sipas planeve fikse. Me mua në studio është bashkuar eksperti i ekonomisë Ergi Sefa. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit. Ndërkohë që përmes internetit na bashkohet edhe Këshilltarja Bashkiake e Tiranës, zonja Mirela Ruko. Faleminderit zonja Ruko që jeni me ne. Përshëndetje. Po nis me ju, zoti Sefa, ka mbetur praktikisht pak më shumë se një muaj nga fundi i vitit dhe institucionet kanë pakryer rreth 30% të shpenzimeve dhe investimeve, ose e thënë më thjesht, në 2 muajt e vitit, pra po i referojmë nëntorit dhe dhjetorit, qeveria duhet shpenzojë rreth 2.5 miliard euro të parashikuara në ligjin e buxhetit, ndërkohë që nuk janë realizuar. Përse akumulohen për në fund të vitit këto shpenzime? Normalisht shpenzimet nuk duhet të akumulohen për në fund vitit, mbi gjitha ato kapitalet, ose thënë ndryshe investimet. Ndërkohë që shpenzimet korrente është një rrjedhë normale e punës përditshme që duhet kryen. Po fakti që kemi mbi 25 milion euro, që ta themi edhe në shifra që mbase kuptohen nga qytetarët, 2.5 miliardë nuk është më pak se sa mbi 25 milion euro që akoma duhet të shpenzohen në një muaj e gjysmë se ka mbetur. Problemi më i madh janë pikërisht pjesa e investimeve, sepse duke ndjekur rrjedhën normale të procedurave të prokurimit publik, është pothuajse e pamundur të realizohen deri në fund të vitit, ose të paktën të lidhet kontrata dhe të fillojë disbursimi i shpenzimeve deri në fund vitit. Ndërkohë që për pjesën e shpenzimeve korrente, pra pagesat e ndryshme që bëhen, kjo ka të bëjë më shumë me eficiencën e administratës publike në vonesën e kryerjes pagesave në kohën e dur dhe siç është bërë tashmë edhe kulturë dhe tradit, deri në 31 dhjetor, thesari shpërthen nga numri pagesave, sepse grumbullohen gjitha për në fund. Ndërkohë, dua të pyes pak zonjë Ruko, duket se më keq paraqitet situata në Bashkinë e Tiranës, sa i takon nivelit të shpenzimeve dhe investimeve. Flasim për një nga bashkitë më të mëdha në mosmemardhje në vend, me një buxhet prej 389 milion euro, por edhe këtu jemi mbrapa, pikërisht me këtë që sapo thash. Si e shpjegoni ju? Bashkia e Tiranës ka qenë në rregull në mbledhjen dhe grumbullimin e të taksave nga qytetarët dhe bizneset, por nuk ka kthyer këto pas në investime. Dhe kjo periudhë e tillë pra ngjesin e investimeve publike është një periudhë e cila vazhdon në Bashkinë e Tiranës. Përgjigjja e thjeshtë do të ishte askush nuk firmos më. Edhe besoj se edhe në institucionet e tjera të vendit, përveç Bashkisë Tiranës, askush nuk firmos më nga frika por mos pastërtinë për shembull një tenderimi publik, dhe kështu që nuk ka dikush i del përsipër këtyre tenderimeve për të thënë që po, le të vazhdojnë investimet përpara. Pra, le të themi që institucionet e drejtësisë kanë bërë punën e tyre në aspektin e faktit që ka ndaluar, ose le të themi ka dhënë mesazhin që do të ketë vetimë dhe do të ketë persona që do të vendosen para drejtësisë për abuzimin që mund të kryejnë, por nga ana tjetër kjo tregon që institucionet tona vazhdojnë të jenë të korruptuara për sa kohë që nuk ka njerëz të cilët i dalin përballë këtyre investimeve dhe vazhdojnë punën normale brenda një institucioni. Kjo është përgjigjja e shkurtër. Paktet mund të hyjmë edhe të shohim të gjitha punët e Bashkisë Tiranës, por ne e dimë, kemi kryetarin e bashkisë i cili akuzohet për korrupsion edhe akuzohet për shpërdorim detyre. Do të ishte drejt që një kryetar bashkie tjetër do rreqen, duke qenë se ka punët dhe investimet në Bashkinë e Tiranës kanë ndaluar. Pra, ne nuk përkthejmë qytetarëve ajo çfarë u takon. Ka grumbullim i buxhetit. Kështu që do të ishte drejt që ai të jepte dorëheqjen, edhe ato që ne themi vazhdimisht për të shkuar në zgjedhje dhe një drejtim që do të ishte më së duhur për Bashkinë e Tiranës. Po, dua t'i referohem disa të dhënave të artikuluara nga Këshilli Bashkiak nga anëtarët e opozitës. Për 10 mujorin e këtij viti janë shpenzuar 80 milion euro për paga dhe 70 milion euro për investime. Dhe këto zëna afërsisht po themi 80% të buxhetit. Është normale kjo situatë? Si ju thash, Bashkia e Tiranës ka ndaluar punët për ndërtimin e shkollave, për investime sociale, për sa i përket transportit publik,
për qendra komunitare, madje edhe për sa i përket çështjes të banesave sociale dhe çështjeve të strehimit. Nuk ka asnjë gjë normale këtu, por kjo tregon problematikë shumë madhe, ose nuk e kapacitete për të çuar investimet përpara, pra aty nuk e burime që t'i menaxhojnë, ndërkohë që ne shohim që pagesat për pagat e punonjësve dhe mbajtjen e aparatit bashkisë vazhdojnë në mënyrë korrekte. Pra do thotë që Bashkia e Tiranës sot po funksionon vetëm për mbajtur veten e vet në si thua në detyrë. Por çfarë detyre bëjnë këta njerëz nëse nuk ka investime publike të cilat shkojnë përpara? Që nuk ka asnjë gjë normale, nuk mund të funksionojë. Imagjinoj një zyrë që funksionon, e vetmja gjë që bën është që ne jemi këtu, edhe mbledhim të pagesa, mbajmë veten tonë me paga dhe mbajmë ca para aty më njanë. Duhet kuptojmë nga ana tjetër që nuk ka të bëjë me kursim, nuk është se Bashkia e Tiranës se ka për detyrë të kursejë. Sigurisht ka disa fonde të cilat lihen më njanë, por detyra e saj është buxhetin ta ezaurojë. Pra në fund vitit çfarë ka marrë ta ka kthyer pas në investime për qytetarët. Kështu që nuk ka asnjë situatë normale, por është jashtë normale. E kuptoj. Po më thuaj se po e shoh ekspertin e ekonomisë që nuk po dakordohen. Se ka diçka sa normale duket kjo sa i takon Bashkisë së Kryeqytetit, gjithë kjo situatë. Jo, realizimi i investimeve nuk është as pak normal. Mbi gjitha këtu edhe vetë Këshilli Bashkiak ka një përgjegjësi të vetën, sepse në fundin e çdo viti miratohet buxheti dhe planifikimi për investime për vitin pasardhës. Dhe mos realizimi nga ana e ekzekutivit, që rasti konkret është kryetari i Bashkisë dhe gjithë linja e administratës, do të thotë që ato nuk kanë realizuar planin që me shumë mundësi e kanë propozuar po vetë. Por një dallim kryesor në mënyrën se si bëhet buxheti. Ka një dallim madh mes shpenzimeve korrente dhe kapitale. Pra, atyre shpenzimeve që janë thonjza për paga dhe për shërbime të tjera, të cilët duhet vazhdojnë pavarësisht se ç'ndodh me pjesën e investimeve, ky është detyrim ligjor. Dhe nga ana tjetër, stafit që i dedikohet këtyre gjërave. Normalisht në administratën shtetërore, qoftë nivel qendror, qoftë nivel vendor, zakonisht raporti është 1/4 ose 1/5, pra vetëm 10 apo 20% apo 25% falni, e administratës dedikohet për pjesën e investimeve. Pjesa tjetër merret me shërbimet publike që ofrohen. Dhe prandaj dhe duke qenë se është një numër shumë herë më i vogël, 3-4 herë më i vogël i administratës që merret me pjesën e investimeve publike dhe ndjekjen e realizimit. I referoheni administratës vendore apo qendrore? Nuk ka rëndësi administrata, programi publik është njësoj, pavarësisht formatit, administrata publike, pavarësisht është ndarë në këtë formë. Prandaj është shumë rëndësishme që personat që merren në ndjekjen e investimeve, jo vetëm planifikim, por edhe në realizim dhe në monitorim, duhet të kenë një eficiencë dhe efikasitet shumë të lartë. Zonja Rukoj, nga këshilltarët bashkiak dëgjojmë akuza të pandërprera se personeli i Bashkisë së Tiranës është shumë i fryrë me mbi 12.000 punonjës. Kjo mos do ta bënte ndoshta më eficiente, edhe pse zoti Stefaj tha shumë mirë se si ndahet raporti i personave që merren me investimet dhe pjesa tjetër me shërbimet, apo nuk ka të bëjë kjo me Bashkinë e Tiranës? Shko, nëse të do hymë në eficiencës se cili prej punonjësve të Bashkisë Tiranës, besoj se të ishte një temë vete për ta studiuar. Por fakti që ti mendon se një numër kaq i lartë personeli zgjohet çdo ditë dhe detyrë të vetme kanë të shërbejnë Bashkisë Tiranës, u mendoj se ne do të kishim një qytet i cili do të ishte për bukuri, pra. Ne shohim që edhe kur vjen puna te shërbime, që përmendi zoti Stefa, e shohim që nuk është qytetarët i marrin shërbime në mënyrë më të mirë të mundshme. Madje është nga problematikat. Mua si qytetare më vjen shumë ankesa për sa i përket marrjes të shërbimeve nga qytetari. Pra gjejmë edhe punonjës të cilët nuk i shërbejnë ashtu siç duhet. Por u mendoj gjithsesi, përtej personelit që në Bashkinë e Tiranës dhe përtej mënyrës se si ata funksionojnë aty. Pra që kemi nevojë edhe për ta rishikuar dhe për ta parë, unë shoh atë që është e rëndësishme është drejtimi i Bashkisë Tiranës. Se mënyra si drejtohet, nëse kemi personel i cili nuk funksionon, ose ne kemi personel i cili është më shumë se ç'i duhet një drejtori e caktuar, atëherë është gjë e cila varet nga ata që e drejtojnë. Pra, ata që e drejtojnë kanë këtë lloj vizioni. Nëse ne i shtojmë pa kthyer kjo, le të themi në përmirësim shërbimeve, në investimet e reja që shkojnë ashtu siç duhet, pra me eficiencë, do të thotë që ka diçka që nuk funksionon edhe me drejtimin e Bashkisë Tiranës. Dhe unë këtu këmbgul. Pra, unë mendoj se vjen nga sipër. Duke qenë se mendoj se drejtimi i Bashkisë Tiranës është i gabuar, pra edhe këtë po e tregojmë edhe me mungesën e investimeve, do të thotë që ai që ndodhet në krye të Bashkisë Tiranës, pavarësisht se gjykata kushtetuese
nuk e pranoj shkartimin e zotit Veliaj, duhet t'jap dorëheqjen sepse ka dështuar në drejtimin e Bashkisë Tiranës, duke qenë se më duhet mbaj përgjegjësi plot për këtë gjë që po ndodh. Zonja Ruko e përmendi, zoti Sefa, pak më sipër sa i takon hedhjes së firmave për të miratuar ose jo një investim. Sa e vërtetë është që kemi një aktor, nëse mund të them të ri në treg, që po pengon investimet publike, i cili quhet SPAK. Është e vërtetë që shumë zyrtar, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, kanë frikë të firmosin tenderat apo prokurimet se ndoshta mund të përfundojnë në hetim? Besoj se ka një farë ndikimi dhe nga kontaktet tona edhe në jetën e përditshme shikojmë që po, ka një farë hezitimi, i cili në fakt nuk duhet jetë, sepse pjesa më e madhe e investimeve publike, sidomos ato që quhen blerjet vogla apo investimet vogla, nuk ka pse të ketë frikë nëse ndiqet ligji dhe procedura ashtu siç është. Më së shumti frika është tek diferenca ndërmjet presionit, në thonjza që mund të ushtrohet antarëve të KVO-s, Komisioni Vlerësimit të Ofertave, që është rasti konkret ato që e kryen procedurën e prokurimit publik, dhe asaj të cilën ligji parashikon. Sepse nëse ndiqet ligji dhe procedura ashtu siç parashikohet, nuk shoh pse duhet të ketë arsye për të pasur frikë për të hedhur firmën. Ka një veçanti buxheti që në momentin që miratohet, në rastin konkret nga Këshilli Bashkiak dhe fillon ekzekutimi, më pas përgjegjësia nga kryetari zbret poshtë tek autoriteti kontraktor që është i deleguar dhe tek grupet përkatëse. Padyshim që orientimi strategjik dhe politik vendoset nga sipër, po pjesa e operacionalitetit dhe eficiencës normalisht është kapilare, duhet zbresë edhe më poshtë. Dhe kjo ngecja më poshtë është në fakt në dëm të qytetarëve dhe nuk duhet të jetë kjo frikë, sepse nëse ndjek procedurën dhe ligjin, nuk ka pse të kesh frikë. Po, zonja Ruko, do ndërhyni të besoj. Po, është e vërtetë që nëse ndjek procedurën e ligjit, por ai që kemi parë ne që është nuk ndjekur procedurat e ligjit dhe një nga mënyrat se si Partia Socialiste ka abuzuar me detyrë është nëpërmjet nderimeve publike. SPAK-u këtu e ka kapur edhe ata që ka çuar përballë drejtësisë. Pra kemi bëjmë nëpërmjet nderimeve mënyra se si abuzohet. E vërtetë është se kush ndjek procedurën, por unë dishoj se brenda Bashkisë Tiranës, që është një bashki e cila u tregua që kishte një rrjet organizuar kriminal, sepse abuzonte me detyrën dhe me buxhetin e Bashkisë Tiranës në mënyrë të organizuar, duke përfshirë në këmbështrimin tim dhe ato që ndodhet në krye, që është Erion Veliaj, dhe nuk mund të themi tani që brenda kësaj bashkie tani ka njerëz të cilët mund ta çojnë me iniciativë tyre punën përpara duke mbajtur gjithë përgjegjësinë mbi vete, sepse nuk e besoj se do jetë e mundur që të veprohet në këtë lloj drejtimi dhe ne po e shohim që ka ngecur ka ngecur pikërisht në këtë lloj gjëje, pra ka ngecur te nderimet publike. Pra nuk ka ose kanë frikë, sepse çdo lloj hapi çdo lloj tenderimi mund të shkojë tani para drejtësisë dhe të hetohet, ndërkohë që ai rrjeti që ka funksionuar, ata njerëz të cilët kanë ndihmuar këta për shembull që të marrin në zgjedhje të marrin edhe blejnë vota, që kanë financuar fushat e tyre elektorale. Gjithë ky rrit që është i organizuar, bën presion aktualisht, nuk është se nuk vazhdon të bëj presion për të marrë nga Bashkia e Tiranës ato çfarë është premtuar në mënyrë ilegale dhe të fshehtë. Pra, kjo gjë kërkohet, kështu që kur do të jenë ta njerëz që do të çojnë përpara, përveç atyre që do duhet ta drejtonin Bashkinë e Tiranës, dhe nuk do të kishin lidhje të tilla, të cilat çojnë abuzime buxhetin, abuzim në detyrën, edhe mbi të gjitha ne. E qartë, po pse ky frenim është keq menaxhim, keq planifikim, keq administrim, mungesë vullneti dhe dëshire për t'i çuar përpara këto investime, është pyetje për të dy. Është gjitha bashkë, është pak nga të gjitha. Fakti që ne na është kthyer gati në tradit pjesa e vonesës në prokurimin publik, pra nuk është viti i parë që ne rialokojmë fonde. Fakti që kemi akte normative vit mbas viti, madje ka vite që kemi nga 2 akte normative në vit që rishikojnë pra buxhetin, do të thotë që ajo që është planifikuar në fund të vitit që shkoi, për vitin pasardhës, nuk është realizuar siç duhet. Prandaj ne duhet të rishpërndajmë fondet aty ku mundet, qoftë nivel qendror, qoftë nivel vendor. Dhe më shumë sa tek planifikimi ka të bëjë me çështjet e eficiencës dhe mënyrës operacionale si vepron administrata publike. Normalisht çdo punonjës administrative publike, unë kam qenë për më shumë se një dekadë pjesë në administratën qendrore dhe në nivele të larta. Dhe di të them që nëse nuk ke një farë përgjegjësie personale dhe nuk merr iniciativë në zbatim të ligjit, se buxheti mos harrojmë miratohet me ligj. Patjetër. Aty të ngelet asgjë më shumë sa të zbatosh ato që është miratuar nga kuvendi. Nëse ti nuk e merr iniciativën, po gjithmonë pret një orientim nga lart, do kesh gjithmonë vonesa, sepse pikërisht ajo orientimi nga lart, pastaj për shkak të
presioneve dhe lobingjeve të ndryshme mund të ndryshojë, mund të vonojë. Të dhënat zyrtare, zoti Sefa, tregojnë se vitin e kaluar shpenzimet buxhetore në raport me prodhimin e brendshëm bruto arritën në 28.9%, duke e shënuar nivelin më të ulët në 14 vitet e fundit referuar 2010-s. Çfarë po e përkeqëson cilësinë e llogaritjes dhe kryerjes së shërbimeve? Jo, me pjesën e planifikimit e theksoj, ne jemi goxha mirë dhe në metodologji edhe në performancë dhe këtë gjë na e masin institucionet ndërkombëtare, meqense ne vdesim për arbitrat ndërkombëtar. FMN-ja dhe OECD-ja nëpërmjet programit Sigma e masin këtë gjë, pjesën e planifikimit. Ndërkohë BE-ja monitoron zbatimin nga ana tjetër dhe pikërisht tek zbatimi gjithmonë tek aktorët ndërkombëtar është ajo pjesë që ne çalojmë tek zbatimi në kohë dhe në procedurën si duhet. Dhe pastaj mund të jenë edhe trike që përdoren që duke qenë se ne e shtym sa më shumë drejt fund vitit zbatimin e procedurës rasti konkret prokurimi publik, atëherë hyn fuqi klauzolat ligjore që kanë bën me procedurat emergjente ose procedurat e përshpejtuara, në mënyrë që ta kryejmë sa më shpejt dhe aty pastaj rritet dhe mundësia e abuzimit më shumë. Sa më shumë shkurtohet koha dhe të përshpejtohet procedura. Jemi ne aktualisht në këtë lloj risku? Absolutisht po, kemi vite që jemi në këtë lloj risku, nuk është e hera parë këtë vit. Keq përdorimi i shpenzimeve apo investimeve është një problem që nënvizohet sikurse e thatë ju në çdo raport të FMN-s, Bankës Botërore. Pse përbëhemi kaq shumë problem? Sepse paratë që ne kemi vënë dispozicion vetë për t'i harxhuar, nuk po e harxhojmë ashtu siç ne vetë kemi thënë që do i harxhojmë. Ka të bëjë prapë po me ne. Kjo është arsyeja kryesore dhe me faktin që... Pra ndryshon destinacioni i investimit të këtyre parave të parashikuara? Absolutisht, jo vetëm destinacioni, po edhe mënyra e kryerjes së investimit. Shikoj, një investim ka dy komponentë kryesor. Një investim publik që të kryet siç duhet. Nga njëra anë është vetë ajo që do të bëhet, ndërtimi një shkolle, një çerdhe, më që po flasim për pushtetin vendor apo çfarëdo lloj gjëje tjetër shërbimit publik vendor, dhe nga ana tjetër koha që ti duhet fillosh procedurën për ta kryer këtë gjë. Që nga koha e tenderimit deri në përfundim të projektit? Që nga koha e planifikimit të projektit, vizibilitetit, pastaj prokurimit të punimeve civile nëse do ndërtohet një shkollë, e deri në zbatim, deri në finalizim. Monitorim, kolaudim, fundfare. Gjitha këto hapa kanë një kod përcaktuar sepse vetë ligji përcakton dhe kohën e cilën ato duhet presësh për fillimin e hapit. Dhe nëse ti e shtyn dhe nuk je eficient në kohë, apo nuk e bën si duhet procedurën, pra ke gabime gjatë rrugës, ose do ta bësh në mënyrë përshpejtuar, do gabosh, ose do e zgjasësh në kohë, që do thotë prap do gabosh dhe nuk do e harxhosh paratë që ti ke planifikuar, dhe duhet ta shtysh për vitin tjetër atë fazë që të ka ngelur. Ka të bëj e gjitha me performancën e administratës. Ndërkohë, për të ardhurat buxhetore, nëse i referojmë Bashkisë së Tiranës, zonja Ruko, janë në rritje. Vetëm vitin e shkuar patëm rreth 140 milion euro të ardhura shtesë, fal taksës së ndikimit në infrastrukturë të kullave të reja. Ku kanë shkuar këto miliona? Për sa i përket buxhetit Bashkisë Tiranës, i cili mbahet, le të themi, duhet ta themi qartë, ne për çdo parat të futur në Bashkinë e Tiranës, për sa i përket taksës në infrastrukturë, paguajmë me shëndetin tonë. Pra, unë e ju në studio, e gjithë banorët e Tiranës, e paguajmë me shëndetin e tyre dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme për t'u thënë. Pra, ne po paguajmë me shëndetin tonë dhe më pas këto para keq menaxhohen, këto para nuk thehen në investime dhe kjo është e rëndë. Pavarësisht se unë jam që duhet të ketë ndalim të ndërtimeve në Tiranë, duhet të rishikuar edhe një herë mënyra si funksionon Bashkia e Tiranës, nga do t'i gjeneroj të ardhur Bashkia e Tiranës, ne po varet nga një buxhet i cili edhe nëse që situata bëhet ndjeshëm delikate, po nga ana tjetër përsi tash paguhet nga shëndeti jonë. Në ç'kuptim i referoheni pagesës me shëndetin tonë? Sepse numri i të vdekurve nga sëmundje shkaktuara nga dot e ajrit është shumë i lartë për Shqipërinë. Tani në këtë moment nuk po më kujtohet shifra reale, por që ne gjatë kohës që jemi marrë dhe me rastin e ndotjes së ajrit kemi parë që ndotja shkon në nivele shumë të larta. Bashkia e Tiranës ka planuar
më së fundmi edhe në një strategji që po bëm për sa i përket ndotjes së ajrit, ka pranuar që kemi nivele të larta ndotjes, ka pranuar po ashtu që dy faktorë kryesorë të cilët ndikojnë në ndotjen e ajrit ka të bëjë me transportin publik, transportin edhe ndërtimet, që do thotë që për herë të parë pranohet, është një dokument i cili po diskutohet nga drejtoritë caktuara edhe nga Këshilli Bashkiak dhe më pas do të kaloj, por për mendimin tim, kjo strategji nuk merr masa si thua emergjente ashtu si e kërkon dhe situata. Po ashtu ne kemi fëmijë të cilët janë të smur nga fakti që ka ndotje të lartë të ajrit dhe doktorët rekomandojnë lëvizjen e këtyre fëmijëve, pra dërgimin në një zonë e cila ka ajër të pastër, të shkakton probleme me frymarrjen edhe probleme të tjera. Por që si po thosha, ne paguajmë shëndetin tonë në buxhetin e Bashkisë Tiranës, kështu do të ishte më së ndershme që të paktën të merrim investime në ato shërbime publike të cilët na lehtësonin jetën tonë, edhe këtë nuk e shohim pas nga Bashkia e Tiranës, dhe është e vërtetë që situata nuk ka të bëjë vetëm me këtë vit, kemi kohë që ngjiremi në këtë lloj situate. Duhet të parë ku ka qenë ky momenti që situata ka shkuar deri në këtë pikë, sepse më përpara këta nëpërmjet këtyre investimeve, pra nëpërmjet këtyre tenderimeve arrini që të merrnin para për veten e tyre dhe për ata të cilët janë pjesë të njëjtës grup. Zoti Sefa, dua të sjell edhe një episod tjetër të hasur gjatë diskutimeve të buxhetit 2026. Ministria e Bujqësisë u vënë në akuzë se kishte vonuar shpërndarjen e rreth 20 milion eurove në formën e subvencioneve për fermerët. Sipas disa deputetëve, kjo ishte e qëllimshme për t'i djegur këto fonde. Si qëndron e vërteta në gjykimin e një eksperti ekonomie? A është e qëllimshme apo jo, nuk besoj se mund ta gjykoj unë këtu në këtë studio, por fakti është që kemi një vonesë e cila është e përsëritur, nuk është hera e parë që Ministria e Bujqësisë nuk e realizon planin që po vetë Ministria e Bujqësisë parashtron nuk u vënë një vit përpara. Dhe atë plan që e ka parashtruar vetë dhe e ka studiuar teorikisht mirë vetë, nuk e zrealizon po vetë. Kjo është një sjellje e përsëritur dhe ka të bëjë me një sër faktorësh. E theksoj edhe një herë, kemi të bëjmë me një administratë e cila përveç problemeve që hasën terren, të cilat mund të jenë shumëta dhe nuk vjen në diskutim, nuk është eficiente në nivelin që duhet, dhe ndoshta të le pikpyetjen pastaj për lobime apo për ndikime të tjera të palishme nga grupet caktuara interesi, të cilët nuk dëshirojnë që të shpenzohen këto para në ndihmë, sepse kryesisht këto para shkojnë në ndihmë fermerëve të vegjël. Pra, të bëjmë një dallim ndërmjet fermerëve të vegjël, të cilët e kanë të nevojshme këto para. Mund ta kuptoj 1 apo 2 vite, nëse kemi të bëjmë me forcat natyrës apo një forcë madhore, apo kemi të bëjmë me një diçka të re që ndodh në terren, sepse nuk i dihet, bujqësia, kulturat bujqësore edhe mund të kenë probleme të këtilla. Po nëse zgjat për 7-8 vite, atëherë kemi tërësisht bëjmë me keq planifikim dhe keq menaxhim nga ana e institucionit përkatës, i cili duhet kishte marrë masa me kohë. Deputetët në fakt kanë thënë që është e qëllimshme, duke qenë se po përsëritet her pas here një vonese e tillë. Fakti që përsëritet vit mbas viti për 7-8 vite pikërisht çon te ky përfundim që nuk ka se si tjetë thjesht rasti, ose je shumë i eficient, pra je si kompetent fare për atë që po bën. Dua të bëj një pyetje që ndoshta mund të ngëlloj naive. Në momentin që ne këto para po flas në nivel qendror, nuk i shpenzojmë deri në 10 muajt e parë të vitit, po presim këto 2 muajt e tjerë, ose ndoshta duket sikur na dalin tepër. Atëherë, për çfarë i nevojitet vendit ton të miratoj buxhete kaq të mëdha, kur një pjesë e mirë nuk shpenzohen? Apo janë të gjitha këto makinacione që... Jo, shiko se ajo që... I duhet për propagandë. Jo. Mënyra si funksionon buxheti nuk është e këtilla. Para, përqindja mos realizimit bëhet fjalë kryesisht në investime publike, sepse shpenzimet korrente realizohen të gjitha. Po thuaj se varianti më i keq është 97.5-98%. Që është në kushte pothuajse optimale. Është pothuajse optimale. Investimet publike, të cilat të fakt këtë vit që janë pjesa që është dhe buxheti më i madh, janë më pak se 1/4 e gjithë buxhetit, në tërësinë ato që nuk realizohen. Dhe nuk realizohen në versionin 15, 20 apo 30%, që do të thotë vetëm 5 apo 6% e buxhetit nuk realizohet. Nuk po flasim për mos realizim buxhetin të tërësinë. Nëse do ndodhte ajo, çiko, FMN-ja ka një rregull të lartë. Nëse ndodh që 10% pra mos realizimi i buxhetit kalon në 2 shifror, 10% dhe sipër, atëherë vendi do ketë probleme serioze ekonomike. Kështu që askush qeveri nuk e lejon vetes të shkojnë në shifrën me 2 shifra. Makinacionet që bëhen për të vonuar shpenzimet për të grumbulluar në një moment caktuar, kjo është çështje tjetër dhe pastaj këtu futen
Pikërisht për të vepruar me shpejtësi dhe kur vepron me shpejtësi mund të fshehesh diçka. Pra, ku si i çon rrjedhën e parave, por që do realizosh. Ndërkohë që për sa i përket investimeve, e theksoj, kjo ka të bëjë me një sër faktorë, një ndër faktorët mund të jetë ajo që tha zonja, që ka të bëjë me frikën që ka administrata për të ndjekur procedurën, për arsye të ndryshme të klimës që është krijuar, që unë nuk e kuptoj sepse po ndoqë ligjin dhe procedurën nuk ka pse të kesh frikë, fare, absolutisht jo. Një arsye tjetër është fakti që edhe mënyra se si xhirohen paratë apo fillon procesi nga vetë institucionet është nivonuar, pra ka të bëjë me drejtimin, me mënyrën jo eficiente të drejtimit nga sipër. Megjithatë, për t'ju referuar pak asaj që sapo thatë, nëse ndjek procedurën dhe ligjin, nëse të vjen një urdhër i prerë nga shefi për të hedhur atë firmën, kam përshtypjen që si funksionon. Prandaj një pjesë e mirë kanë... E kanë ndarë dhe këtë ligji, po të më qofë se padyshim që autoriteti, hierarkia ka vlerë të madhe, po nëse bie në kundërshtim me ligjin dhe procedurën, atëherë jo, nuk duhet ta bësh. Do tërhiqesh. Është shumë e thjeshtë. Mirë, do të shkojmë në reklamë dhe do vim përsëri për të vjuar diskutimet e disa minuta në MCN Ekonomi. Rikthehemi përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. Dua të pyes zonjën Ruko, edhe pse e përmendëm pak në pjesën e parë, kemi një rënje, po themi, të investimeve dhe fal të ardhurave shtesë për 140 milion euro, të cilat duket sikur nuk reflektohet ashtu siç duket në investimet e bashkisë. Ju me çfarë e lidhni? Me veprimin e SPAK, me arrestimin e kreut të Bashkisë së Tiranës, zotit Veliaj, apo me elemente të tjerë të cilët kanë krijuar këtë lloj ngërçi? Duhet të saksoj, nuk është SPAK i cili ndalon investimet në Bashkinë e Tiranës apo kudo tjetër. Në fakt është korrupsioni, pra, një strukturë e cila është e korruptuar brenda Bashkisë Tiranës, e cila tashmë e kapur, pra, si thua, e evidentuar nga institucionet e drejtësisë, e pengon tashmë të vazhdojë edhe të bëjë ato çfarë ka bërë më përpara, pra, që ka qenë abuzimi me detyrën dhe me buxhetin e Bashkisë Tiranës. Ne, Tirana është qytet evropian, por sa i përket pagesave. Pra, banorët e Tiranës dhe bizneset në Tiranë po e paguajnë dhe Bashkinë Tiranës për gjithë deklarimet që ata kanë. Por nuk jemi evropian për sa i përket investimeve që bëhen, për sa kohë që këto investime kanë ngelur. Kur vjen momenti i diskutimit të buxhetit, edhe kemi pasur diskutim për vitin 2025. Unë e mbaj mend shumë mirë në Komisionin e Financave në Këshillin Bashkiak të Tiranës, ku ka qenë diskutimi për buxhetin e 2025, i cili mua më duket buxhet flas gjithmonë për investimet në fjalën time kur i do referohem buxhetit po flas për investimet që duhet bënë që planifikohen të bënte Bashkia e Tiranës dhe i pyes që a i kemi kapacitetin për të bërë investime kaq të mëdha. Dhe unë mendoj që mos në vitet të cilat janë elektorale kemi një rritje të planifikimit për investime publike. Më përpara për arsye një të propagandës, pra për të thënë që ne do bëjmë kaq shumë investime për qytetin, do bëjmë kaq shumë investime për Shqipërinë, kështu që shifrat buxheti jonë i cili është i planifikuar në mënyrë kaq të mirë, pra për të sjellë ato para të cilat grumbullohen pas në shërbime. Nga ana tjetër, për mendimin tim se vitet të cilat kanë qenë edhe vite elektorale ka një rritje të buxhetit, pra të planifikimit për investime, është për faktin sepse në vitet elektorale bëhet ai momenti që bëhen çokat e atyre të cilat me anë të pushtetit të tyre arrin të sigurojnë një parti të caktuar mbështetje në vota, pra mbështetje elektorale. Kështu që ndodh dhe kjo që i kemi parë në Tiranë, asfalt i hedhur në rrugë të cilat mund të ishin gjendje të mira ose në rrugë që bëhet pa planifikime. Pra rruga është një copë asfalti i hedhur dhe asgjë më shumë. Thjesht për të bërë çokun, edhe nga ana tjetër për të hedhur dhe hi syve qytetarëve që ne po bëjmë investime. Ndërkohë që ne shohim që realizimet për sa i përket përmirësimit të rrugëve ngelen akoma në nivele shumë të ulta. Pra, kur vjen puna për investimet, shohim që ka rritje, pra pavarësisht në mund të kenë apo jo kapacitetet. Nga ana tjetër, si etapë dikon patjetër se ti ke pasur një strukturë e cila ka qenë korruptuar, nuk mund t'i çojë përpara punë një strukturë e korruptuar. Dhe nuk ka të bëjë me lirinë e atij që është në fund të zinxhirit për të vendosur nëse do bëj investimet apo jo. E ka ai që është në krye të zinxhirit, pra ai që është në krye të detyrës. E kuptoj. Nga do të rikthehemi kryetari i Bashkisë Tiranës. E kuptoj. Zoti Sefaj, qeveria arkëton rreth 600 apo 700 milion të ardhura shtesë çdo vit nga taksat, kryesisht
falë çmimeve të larta të produkteve. Përse nuk reflektohet kjo shtesë tek përmirësimi i shpenzimeve apo investimeve në vend? Jo, shtesa nga TVSH-ja, në rasti konkret bëhet fjalë për tatimin vlerënshtuar TVSH-ja, sa i mblidhet në mënyrë direkte dhe pjesa tjetër nga dogana, nga importi doganar. Në një farë mënyrë është reflektuar, në buxhetin e këtij viti është reflektuar edhe në planifikim, edhe në shpenzime korrente dhe ato kapitale. Pse nuk realizohet, ndoshta është pyetja më pse nuk realizohet në 100%. Ajo është pyetja në fakt që $1 milion që akoma nuk po japim dot përgjigje si duhet, sepse në çdo parametër dhe që ne kemi tashmë si vend dhe si administrat duhet realizohen ashtu siç planifikohen. I kemi gjitha kapacitetet. Paktën qeveria qendrore i ka të gjitha kapacitetet dhe mundësitë të realizojë jo vetëm kaq, por edhe më shumë se kaq investime, ashtu siç duhet. Pse nuk realizohen janë ato faktorët që pastaj përmendëm pak më herët. Ndodhur përballë faktit ose presionit të antarësimit në Bashkimin Evropian të Shqipërisë. Ndoshta ky fakt do ta ndihmonte, po themi qeverinë dhe administratën të përgjigje këtij lloji presioni, pra të korrigjonte gjithçka sa i takon realizimit të planit për investimet dhe shpenzimet? Teorikisht po. Jemi në kohë? Pak vështirë për të nëse jemi në kohë, sepse ky është një proces dinamik, i cili nuk është se ka një qasje statike që momentin që e nis sot, mbas 5 vitesh do kesh patjetër këtë rezultat, është goxha dinamik si proces, por që padyshim e theksoj edhe një herë, ne kapacitetet edhe administrative, edhe të kapitalit njerëzor, edhe mbi gjitha të kapitalit financiar, për të realizuar këto investime që ne kemi planifikuar, i kemi brenda vitit buxhetor, gjithmonë, në nivel qendror. Fakti që nuk realizohen ka të bëjë me 2 faktorë kryesor, me organizimin e punës, i cili padyshim vjen nga lart poshtë, por ka të bëjë edhe me aktivitetin e bazës poshtë se sa proaktive është në zbatim të ligjit, dhe e dyta, që ndoshta është një faktor tjetër i rëndësishëm, me ndryshimin e prioriteteve. Pra, nëse nuk prioritizon ashtu siç duhet, po përmendte zonja Shpar faktin që për shembull parashikohen investime, po nuk parashikohen rregullimi i rrugëve për shembull, ose mirëmbajtja e rrugëve. Prioritizimi ka të bëjë shumë. Çfarë do bësh vitin tjetër dhe si do e nisësh radhën? E theksoj edhe një herë, si do e nisësh radhën? Do nisësh me këtë rrugë, do nisësh me këtë gjë tjetër, si do vijojë më pas sekuenca e gjithë proceseve. Këtu tek prioritizimi ne duket sikur vitet e fundit e kemi lënë pak mbasdore dhe Se nuk kemi burime njerëzore apo ka ndryshuar fokusi? Ka të bëjë më shumti me kulturën, thonjse të hutimit që është krijuar nga goditjet e vazhdueshme të spakut dhe hezitimi që është krijuar edhe për sektorët administratës, të cilët nuk kanë lidhje fare me çështjet në fjalë. Shiko, po kjo nuk ka të bëjë vetëm me sektorin publik, ka të bëjë ndoshta edhe me kulturën e punës që kemi ne si popull. Mjafton t'ju jap një shifër po nga një albitër tjetër ndërkombëtar, Banka Botërore në rastin konkret, i cili mat produktivitetin e punës dhe në sektorin publik dhe në sektorin privat. Dhe po të shikojmë produktivitetin e punës, pra sa më produktiv jeti vit mbas viti, sa më i zonja apo i zoti janë atë gjë që bën, Shqipëria është e fundit në rajon, 2.4% e ka rritjen e vitit që shkoi. Jemi aty me Kosovën, pak më poshtë se Maqedonia. Nuk po e krahasoj me mesatarën e Bashkimit Evropian, po e krahasoj me rajonin, me Ballkanin. Shqipëria është e fundit në produktivitetin e punës në Ballkan. Për shkak të mentalitetit? Apo kohës së gjatë të tranzicionit në cilin po kalon vendi? Besoj se janë të gjitha bashkë, humbja shpresës, humbja fokusit, janë shumë faktor bashkë. Dhe këtu pastaj hyn në një diskutim tjetër. Ajo që unë mund të them, raporti është i fund vitit që shkoi, Shqipëria është e fundit në produktivitetin e punës në Ballkan. E nxjerr kjo nga një arbitër ndërkombëtar i cili e njeh mirë këtë çështje. Arsyet pastaj ky fakt që sapo that, mund të lidhet me paaftësinë që vendi ynë nuk po thith dot fonde nga Bashkimi Evropian, ose nuk është një vend, po themi, tërheqës për investitorët e huaj? Duhet bëjmë një dallim ndërmjet investitorëve institucional, siç është Bashkimi Evropian, Banka Botërore, siç ka qenë USAID, i cili nuk është më, dhe investitorëve privat, individual, të cilët shikojnë tani aspekti institucional ka të bëjë tërësisht me performancën administrative. Po sepse janë investime institucionale. Janë kaskadë, pra që ndryshon, investime kaskadë. Pra po kryve kriteret e njërës, vjen hapi tjetër automatikisht. E qartë. Ku ndryshon me ato privatet? Me ato privatet ndryshon se ato nuk shikojnë thjesht performancën, shikojnë dhe klimën, ambientin e biznesit ose të bërit biznes në përgjithësi,
sepse nuk intereson vetëm raporti me qeverin, intereson dhe raporti me sektor të tjerë industrial të vendit. Dhe normalisht këtu sektori publik ka një rol shumë të rëndësishëm, se duke qenë se është më i madhi në vend, jep një mesazh dhe për çdo sektor tjetër. Dhe nëse nga njëra anë ai nuk performon si duhet, edhe vonon dhe humbet investitorët institucional, si rasti i Bashkimit Evropian, por dhe jep një mesazh shumë negativ investitorëve individual, privat, të cilët e shohin që nëse vinë në Shqipëri do kenë vështirësi të tuara. Dhe duke qenë se ato janë globalist edhe në qasje, edhe në parat që kanë, shkon diku ku e ka më të lehtë. Nuk vjen në Shqipëri. Po patjetër, e kuptoj. Ndërkohë, zonja Ruko, dua t'ju pyes. Nëse më lejon një koment për sa i përket eficiencës në punë. Është e vërtetë. Ne kemi eficiencë të ulët, po kemi numër orësh të larta për që punëtorët punojnë. Dhe kjo vjen nga fakti i mënyrës se si është krijuar ekonomia. Pra ne kemi bërë një ekonomi e cila kërkon punë sa më pak të kualifikuar. Pra kemi bazuar ekonominë në punë që nuk ka nevojë për kualifikime të larta. Kështu që vazhdon të ky lloj trendi. Pra na duhet si forcë fizike dhe i mbajmë për orë të tëra aty, ndërkohë që duhet të ishte krejt e kundërta. Ajo që mua më bën përshtypje për shembull është që në kulmin e moshës e rinia jonë rri dhe bën shitsi. Kur duhet të kishte mosha më produktive, kur duhet të kishte inovacion. Ndërkohë që ne i mbajmë rinin, nuk e bësh shitsi, sepse këtu është e bazuar ekonomia jonë, në ekonomi tregtare, e cila merr lirë dhe shet shtrenjtë. Vetëm kaq. Çfarë do bëjnë punëtorët në Shqipëri përveç se do ngelin brenda këtij cikli të ekonomisë dhe do të punojnë për orë të zgjatura. Tërkohë që nuk do të kenë eficiencë. Megjithatë, bashkangjitur kësaj që ju po thoni, raportet e fundit paktën të Instatit flasin për një numër të madh të rinj që janë larguar nga vendi dhe kjo krijon një lloj handikapi te kjo që po thoni. Sepse sepse nuk zhvillojnë vetën e tyre këtu. Unë jam marrë me çështjen e call centerave, me organizimin e punëtorëve në call centera dhe unë kam parë aty të rinj të cilët kanë mbaruar mjeksi dhe punojnë call center. Sepse edhe po të punonte në një sektor publik që është e vështirë, dhe shoh edhe sot, domethënë me të afërt që kanë, të cilët kanë mbaruar infermieri dhe janë pa punë, punojnë në sektorin e turizmit sepse turizmi është në rritje këto kohë. Ndërkohë që ne kemi nevojë për rritjen e numrit të infermierëve dhe mjekëve për banor. Kështu që këtu ka diçka që nuk shkon. Edhe ajo që nuk shkon ka të bëjë me mënyrën se si qeveriset vendi, çfarë do japin prioritet. Mënyrën a ka e para njëherë a ka drejtësi, a ka meritokraci, a ka domethënë që çdo punë shkon në vendin e vet, apo vazhdojmë të funksionojmë që thjesht pasurohet një grup njerëzish edhe të tjerë pastaj pavarësisht se si jetojnë të shtyjnë ditët e tyre në vendin tonë. Se kjo ka ndodhur. Ne shtyjmë ditët tona këtu, domethënë sepse zhvillimin e vetes tonë kemi të pak mundësitë për ta zhvilluar veten tonë janë të pakta, edhe kur ti ke kapacitete të mëdha e ke të vështirë të çash për shkak të mungesës të meritokracisë, nga ana tjetër ke të vështirë të jetosh sepse këtu janë rritur çmimet, po shkojnë nuk e di, nuk ka asnjë gjë ekonomike pra që e lis, domethënë faktin që këtu janë rritur kaq shumë çmime, do thotë që do ketë kërkesë të lartë, kurse nga ana tjetër ne shohim që ka ikje masive nga vendi. Pra shtëpi nuk e dot, vetë nuk e zhvillon dot profesionalisht, atëherë çfarë ngelet tjetër përveç se o të punosh që të pasurojnë këta maskarenj që i kemi në krye të institucione ose të ikësh. Kjo ka qenë zgjidhja, edhe zgjidhja që i ofrohet çdo kujt sidomos rinis në vendin tonë. Dhe kemi familje të cilat dikur ishte prindri emigrant, ashtu si ka qenë babai im emigrant, tani sërish babai im ka ikur në emigracion, domethënë pavarësisht se kur ai u kthye unë shkova erdha në universitet, kështu që kusht kemi jetuar si familje. Dhe kjo ndodh në vendin tonë. Pavarësisht se shumicës ndoshta i ndodh që ka qenë prindri emigrant, tani është fëmia emigrant edhe ja që pa me jetën e shqiptarit. E kuptoj. Kam edhe një pyetje të fundit, zoti Sefa. Duke qenë se kemi një ministre e cila merret, po themi drejt për drejt, me prokurimet publike edhe me qitë pjesën tjetër, i referohem diellës. Nga ana tjetër kemi, sikurse e përmendëm edhe pak më sipër, presionin e Bashkimit Evropian që të janë hapur gjithë grup kapitujt, e shi presioni më i madh është për mbylljen e grup kapitujve dhe pa diskutim që ekonomia është një nga shtyllat e rëndësishme nga ku besoj burojnë pastaj pjesa tjetër e shtetit. Mendoni që ne do të kemi kapacitetet dhe aftësinë që t'i realizojmë gjithçka që na kërkohet nga Bashkimi Evropian, sa i takon realizimit të planit të shpenzimeve dhe investimeve, dhe diella në krahun tjetër do të jetë një suport i fortë për të bërë këto siç duhet? Unë është të shpresoj, e para diellën do ta shohim veprim vitin që vjen, se deri tani nuk e kemi parë në pjesën e shpenzimeve publike edhe të prokurimeve publike.
Teorikisht po, inteligjenca artificiale ka filluar të integrohet sidomos në korporatat mëdha në SBA me efikasitet goxha të madh. Ne jemi shumë më të vegjël si shtet se janë disa korporata të mëdha në SBA. SpaceX për shembull është një ndër to që përdor inteligjencën artificiale për të kryer proceset e veta të blerjes, prokurimet pra, i cili një nga kompania kryesore e Elon Muskut, e cila është në vetvete është mos gaboj 40-50 herë më e madhe se shteti shqiptar. Vetëm ajo kompani. Kështu që në vlerën ekonomike. Kështu që kemi shembuj të mirë që dhe eficiencë në këtë drejtim. Të shikojmë, jam dhe unë kurioz për shtatjen e diellës në këtë pjesë. Për sa i përket pjesës tjetër administratës, ka një iniciativë sepse jemi fokusuar shumë tek diella pjesa e prokurimeve. Ka një iniciativë goxha të madhe edhe nga ana e komisionit, që në fakt mënyrë po e kryen dhe si eksperiment me ne dhe Malinezi, po edhe nga ana jonë për të futur inteligjencën artificiale edhe në proceset e tjera të integrimit, jo vetëm në pjesën e prokurimit publike. Është një eksperiment social shumë interesant, shumë i bukur, i cili përfitimet, nëse do realizohet ashtu siç planifikohet, do të jenë shumë mëdha për ne, sepse do të na përshpejtojë dhe do të na rritë eficiencën në shumë procese të integrimit dhe besoj se bashkuar kjo dhe me administratën të dedikuar për proceset e integrimit, ne do mund t'i plotësojmë kërkesat deri në një farë niveli që ka Bashkimi Evropian. Fundit mos harroni që është një vendim politik, geopolitik që merr Bashkimi Evropian, nuk është thjesht çështje plotësimi i kriterësh. E kuptoj. Faleminderit që ishit në studio me ne. Faleminderit Zonja Rukaj që ishit edhe ju me ne. Nëse mund të bëj një koment për sa i përket ministres me inteligjencë artificiale. Ne kemi ekonomi primitive, shërbime primitive, ku pensionistët presin rradh për ditë tëra për të marrë një copë lekë që quhet abonet, ndërkohë që kemi ministre me inteligjencë artificiale. Ktu domethënë ka diçka që është paradoks me njëra tjetrën. Domethënë nëse është për të arritur hyrjen në Bashkimin Evropian që na duhet një etik, domethënë që kemi diçka që lidhet me teknologjinë dhe bëjnë. Dakor, por është thjesht sa për sy e faqe, sepse vendi jonë akoma ngelet në shërbime primitive. E kuptoj. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Ne këtu kemi mbritur në fund, vazhdo të shihemi në lajmet e orës 19.